Erion Alibej rrëfeu në gjykatën e posaçme të tjera detaje në lidhje me ngjarje kriminale në Elbasan dhe jo vetëm, ku ai ka qenë financues dhe organizator. Për herë të parë tregoi emrin e punonjësit të policisë, për të cilën ai ka dhënë akses në sistemin Teams, në këmbim të pagesës. Policia rezultoni përjashtuar. Për Dorian Shkozën kërkova në sistemin Teams, kodin për të cilin ma dha polici Leonard Allkja që ishte në komisariat në atë kohë krimesh. Alibej tregon se ditën kur u vra djali i dajës së tij, Andi Zylyfi, 2 automjete kaluan poshtë shtëpisë dhe me qëllim identifikimin e tyre, ai u maskua si shpërndarës picash. Pasi më vran djalin e dajës, në shtëpi më kanë ardhur 2 makina duke brohuritur, madje edhe në sy të patrullës së policisë. Unë kam bërë verifikimet vet. Dilja në qytet si shpërndarës picash me motor. Kisha një pjesë të kamrave të qytetit, pasi në të gjithë qytetin kamrat i kishte Suel Qela. Sipas dëshmitarit të drejtësisë, para se do dorëzohej në polici, kishte vënë në dieni një oficer policie, i cili quhet Leonard Palushi, mbi autorët e dyshuar të ngjarjes. Kur jam vetë dorëzuar, i pari që kam takuar ka qenë Leonard Palushi, të cilit i kam treguar për autorët e vrasjes së vëllait. Ai shton se pas Dorian Shkozës në radhë për të vrarë ishin Altin Dosi dhe Besmir Haxhia, pasi kishte dyshime se kishin marrë pjesë në vrasjen e të vëllait. Sipas Dosis, së SPAK Erion Alibej u përfshi në krim të organizuar. Fill pas vrasjes së të vëllait, Xhaxhai dhe një shtetasi turk me 28 dhjetor 2019 në të quajturën masakra e Bradasheshit. Pas kësaj ngjarje, Alibej lidhi marrëveshje me Nureddin Dumanin me qëllim eliminimin e personave që kishin marrë pjesë në vrasjen e familjarëve të tyre.